Horoskopi për ditën e hënë 20 korrik 2026. Dashi. I dashur dashi, sot do të kesh një presion. Ndoshta do të shtyhesh për të marrë një vendim. Kjo vjen si pasojë e Jupiterit dhe Plutonit. Në dashuri, nëse kohët e fundit ke kërkuar me ngulm kënaqësinë apo e ke tepruar me jetën shoqërore, mund të kesh disa tensiona. Ka ardhur koha të ngadalësosh pak hapin dhe të mos e shtysh partnerin apo miqtë e afërt përtej atyre që mund të bëjnë. Nga pikpamja e financave, shmangi shpenzimet e tepruara për të mbajtur një imazh shoqëror që nuk ju përket. Shëndeti kërkon që të përshtateni me nevojat e të tjerëve, por mos harroni veten. Shmangni stresin që vjen nga frika e ndryshimit. Ngjyra me fat është e kuqe, koha me fat është rreth orës 17:30 deri 19. Këshilla e ditës: përshtatu me nevojat e të tjerëve dhe mos nxito të marrësh vendime. Kalojmë tek Demi. I dashur Demi, ke marrë përsipër shumë gjëra njëkohësisht dhe këto të kanë shtyrë të kesh një tension të fortë midis qëllimeve tua personale dhe kërkesave në punë. Në dashuri dhe familje ke kushtuar kohë të pakët dhe kjo mund të ketë shkaktuar pak kënaqësi. Ndaj duhet të gjesh një ekuilibër jetik, të mos lësh pas dore njerëzit e shtrenjtë për të përkushtuar gjërave të punës apo të tjera. Në punë është mirë që të bësh një riorganizim projektesh. Ndoshta kjo do t'ju lodh, por ja vlen. Për sa i përket financave, shmangni shpenzimet e tepruara që kanë të bëjnë me komoditetet, pasi financat në këtë kohë mund të mos jenë në formën më të mirë. Për sa i përket shëndetit, kërkon vëmendje ndaj disa gjërave të vogla. Kushtojini rëndësi hidratimit në këtë ditë të nxehta dhe qetësisë mendore. Ngjyra me fat është blu dhe kafe, koha me fat është paradite. Këshilla e ditës: përqendrohu tek detajet të vogla dhe bëj një kompromis midis familjes dhe gjërave të tjera. Shenja e tretë është binjakët. Të dashur binjak, nëse nuk i ke zgjidhur lidhjet dhe interesat e tua kohët e fundit, teprimet dhe vështirësitë mund t'ju shtohen sot. Në dashuri, ke një dëshirë të madhe për të thyer monotoninë. Në punë, shpang ngarkesën e tepërt me aktivitete komunikimi apo trajnime të reja, pasi ato mund të kthehen në kaos dhe mund t'ju largojnë nga detyrat të rëndësishme. Sektori financiar mund të ketë disa pengesa në udhëtime apo plane afatgjata, ndaj sot nuk këshillohet të shpenzosh jashtë mundësive. Shëndeti mund të vuajë nga stresi i cili shfaqet në lodhje mendore. Gjithashtu hiqni dorë dhe nga fiksimet. Përpiquni të jeni konkret me gjëra reale. Mos fantazoni shumë në këtë ditë. Ngjyra me fat është e zezë, koha me fat është në mëngjes. Këshilla e ditës: ruani qetësinë përballë kaosit të orareve dhe mos e mingarko veten me angazhime ekstra sot. Gaforja. E dashur Gafore, ky është horoskopi për ditën e hënë. Nëse je treguar më shumë se ç'duhet, besim plot me paratë dhe burimet tua financiare, mund të kesh disa pasoja. Prandaj duhet të bësh kujdes dhe të qëndrosh me këmbë në tokë. Në dashuri dhe në marrëdhënie, mund të arrini në një pikë bllokimi me partnerin për shkak të financave, gjërave materiale, ku dinamikat e pushtetit do të jenë të ndërlikuara. Në punë, shmangni rreziqet e panevojshme dhe mos lini pas dore përgjegjësinë duke marrë borxh. Financat kërkojnë vëmendje maksimale, ndaj shmangni marrjen apo dhënien e borxheve, pasi kjo mund të ketë pasoja. Shëndeti në përgjithësi është i mirë, por kërkon
që të jeni të qetë dhe të kaloni kohë me familje. Largoni pak ritmin të egër të jetës. Ngjyra me fat është jeshile, koha me fat është rreth orës 19 deri 20:30. Këshilla e ditës. Mbaje jetën sa më të thjeshtësuar, sepse rrugët janë më të hapura. Shmangi rreziqeve financiare dhe mos merr borxhe sot. Luani. I dashur Luan, prania e Jupiterit në shenjën tuaj ju shtyn drejt një fillimi të ri. Aspekti i sotëm i Jupiterit me Plutonin mund të nxjerrë në pa disa anë të pakëndshme. Në dashuri, keni një dëshirë të madhe për liri dhe pavarësi, dhe kjo mund të shqetësojë partnerin ose njerëzit që janë mësuar të kenë një version tuaj më të përmbajtur. Mos bëj veprime apo sjelle arrogante. Në punë, mos i mbylli syt para përgjegjësive tua vetëm sepse ndihesh pak rebel brenda. Parat duhet t'i menaxhoni me kujdes. Mos bëni shpenzime të tepruara për shkak të egoizmit. Shëndeti mund të jetë pak i lohatshëm, duhet të gjesh një ekuilibër mes detyrimeve dhe ambicieve tuaja. Ngjyra me fat është e bardhë, koha me fat është mesditë. Këshilla e ditës. Shmangni sjelljet e tepruara dhe qëndroni me këmbë në tokë. Virgjëresha. E dashur virgjëresh, do të përballesh me më shumë presion se zakonisht. Kjo do të jetë e dukshme në sektor të punës, detyrimeve të përditshme. Në dashuri, ju keni qenë gjithmonë ai tipi mbështetës dhe shpesh e ke harruar veten, duke vlerësuar të tjerët, por sot ka ardhur koha të vendosni kufi të qartë për lumturinë tuaj. Në punë keni plot ambicie dhe ide, dhe kjo mund t'ju çojë në mbi ngarkesë. Ecni me hapa të matur dhe mos provokoni disa aksese që janë të gatshme të ndodhin në këtë ditë me persona të tretë. Financat kërkojnë që të vlerësoni mirë burimet dhe të veni baraspesh midis të ardhurave dhe shpenzimeve. Shëndeti ka nevojë për pak vëmendje. Gjeni kohë për pushim dhe relaksim. Ngjyra me fat është gri, koha me fat është 2:30 deri 16:30. Këshilla e ditës. Vendos kufi të qartë për kohën dhe energjinë tënde. Mos lejo që detyrimet ndaj të tjerëve të konsumojnë. Peshorja. E dashur peshore. Me hënën që qëndron në shenjën tuaj, është e rëndësishme të dëgjoni ndjenjat. Mos lejo që ato t'ju çojnë në kriza apo situata emergjente. Në dashuri, mund të shfaqen pak tensione, nëse partneri ndihet i lënë pas dore, pasi ju shpesh i kushtoni rëndësi gjërave të tjera. Mos e shtyni partnerin të ndihet inferior. Në punë, mos u nxito të bësh gjërat me shpejtësi, pasi mund të krijohen disa komplikacione. Për sa i përket financave, parat duhet të shpenzohen me maturi. Shmang investimet në projekte që u largojnë nga punët praktike. Shëndeti varet nga aftësia për të lënë pas të kaluarën dhe të ecësh përpara me qetësi. Ngjyra me fat roz dhe zezë. Koha me fat është 11 deri në 2 në drekë. Këshilla e ditës. Dëgjo ndjenjat e tua, por mos lejo që të krijohen drama të panevojshme. Akrepi. Sot mund të punosh dhe në prapaskem. Dhe kjo do t'ju ndihmojë që të fokusoheni pak tek vetja juaj, tek bota juaj e brendshme dhe shërimi. Në dashuri, nevoja për të kontrolluar çdo detaj mund të ndërhyjë në marrëdhënien tuaj dhe të shkaktojë debate. Në punë, tranziti i Jupiterit me Plutonin të sjellë disa sfida në menaxhimin e përgjegjësive të karrierës. Në raport me shtëpinë, mund të ndihesh më i tërhequr në drejtimet
të ndryshme. Për sa u përket parave, mos merr përsipër më shumë nga ç'mund të mbajnë shpatullat e tua. Mos nxito, pasi ai mund të kthehet kundër jush. Shëndeti të thotë që të bësh pak pushim. Shmangni reagimet e shpejta dhe ndryshimet që ju imponohen merri me qetësi. Ngjyra me fat është vishnje dhe kafe. Koha me fat është në mbrëmje. Këshilla e ditës: mos reago me nxitim ndaj presioneve të jashtme. Tërhiqu pak dhe puno në heshtje për qetësinë tënde. Shigjetari. Jupiteri sot përplaset me Plutonin dhe kjo do t'ju bëjë që të keni rezistencë nga të tjerët apo të dëgjoni dhe thashetheme rreth jush. Në dashuri, pritshmëritë e tepruara mund të kufizojnë mundësitë tua për një lidhje të shëndetshme. Ndaj tregohu më realist. Në punë mund të ndihesh pak i tunduar për të ndjekur një rrugë që ju bën të lini pas dore gjëra të rëndësishme të jetës. Për sa i përket financave, shmangi lëvizjet e nxituara dhe të bazuara në egzagjerime. Shëndeti ndikohet pozitivisht nga hëna e sotme, e cila ju ndihmon të ndjeni të lirë, të jeni vetvetja dhe të udhëhiqni të tjerët drejt shërimit përmes kontaktit dhe ideve tuaja. Ngjyra me fat është portokalli. Koha me fat është 3:30 deri në 5 pasdite. Këshilla e ditës: shmangni egzagjerimet dhe pritshmëritë e larta. Bëj një hap pas nëse je i lodhur. Britsjapi. I dashur britsjap, njerëzit do të vënë re performancën tuaj. Kjo do t'ju motivojë të kujdeseni më mirë për jetën tuaj. Në dashuri, marrëdhëniet me njerëzit e dashur mund të bëhen më intensive, më të nxehta dhe dramatike, veçanërisht nëse përfshihen çështje egoje apo ndryshimi. Në punë, fokusohu tek detyrat imediate. Financat kërkojnë kujdes maksimal sot. Ruajini nga lëvizje financiare të rrezikshme dhe lojrat e pushtetit. Kontrollojini çdo gjë 2 herë. Mos firmos pa lexuar kontrata. Shëndeti është stabil, por nëse ka përzen frikën e thellë që të vjen nga ndryshimet që të cënojnë sigurinë tuaj. Ngjyra me fat është krem. Koha me fat është paradite. Këshilla e ditës: ruajini nga lëvizjet e rrezikshme me paratë dhe mos lejo që xhelozia dhe lojrat e pushtetit të prishin marrëdhëniet. Ujori. Kundërshtimi mes Jupiterit dhe Plutonit mund të sjellë konflikt në qëllimet tua personale dhe marrëdhëniet në çift. Partneri juaj është i interesuar për lirinë e tij, ndoshta më shumë se sa për jetën e çift. Ndaj kujdes me reagimet impulsive. Mos lejo sjelljet manipuluese që mund të marrin kontrollin dhe të prishin punë. Në punë, dëshira që të ecësh përpara është e fortë, por ju duhet të ecni me hapa të matur. Zgjidhni betejat dhe fjalët tuaja me mençuri. Gjërat e mira bëhen hap pas hapi. Paratë kërkojnë maturi. Shëndeti është i mirë, hëna ju ndihmon të keni një qasje natyrale që tërheq reagime pozitive dhe ju shtyn drejt vetëpërmirësimit. Ngjyra me fat është e verdhë. Koha me fat është mesditë. Këshilla e ditës: zgjidhni me mençuri betejat dhe fjalët e tua sot. Mos i fryj gjërat jashtë përmasave të tyre. Peshqit. Sot mund të përjetoni një ndjesi mbi ngarkese dhe stres. Problemet e së kaluarës rishfaqen papritur. Në dashuri, një orar i ngjeshur ose rrethanat mund t'ju pengojnë të përmbushni detyrimet ndaj partnerit, gjë që mund të sjellë edhe keqkuptime nëse nuk flisni hapur. Në punë, çështjet rreth orarit tuaj të përditshëm do të zmadhohen. Shmangni marrjen e shumë punëve në të njëjtën kohë. Për sa i përket anës financiare,
Jeni të gatshëm të merreni dhe me detajet e vogla dhe të mos nxitoheni. Shëndeti mund të shfaqë pak shqetësime të vogla për arsye se keni qenë të stresuar. Ulni ritmin në ato fusha që ju të cënojnë lumturinë. Ngjyra me fat është e kuqe, koha me fat është 5 deri në 7 pas dite. Këshilla e ditës: mos merr përsipër shumë punë dhe rregullo detajet e përditshmërisë hap pas hapi. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar.